Kryesorë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke marrë parasysh që rendi i ri botror është në shkundje sipër, që gjeopolitika botërore po ndryshon për të madhe. Po i shohim se si po ndryshohen, pra ishte një rast shumë në Siri ku një individ atje që para një viti administrata Biden ka dhënë miliona euro, e kush lajmëron ku është për me arrestu, ndërsa sot presidenti Trump shkon dhe takohet me fotografët. Pra jemi të e pa që në çfarë cikli është të shku geopolitika edhe rendi i ri botror, edhe ne me najt, me thonë që se kemi urgjencë me kriju kuvendin e qeverin, e me fillu me omor seriozisht me këtë vend, për mua është absurde. Pra nuk ka kur gjo ma urgjence momentalisht se sa mu konstituu kuvendi edhe me u zgjedh qeveria edhe me studje. Po, për politikan kjo nuk ka urgjence. Më duhet edhe një riktheme bot tek ato që ka tha ma herët zoti Pozhari, kur tha ka një tendencë të partive që kanë qenë opozit me ja rëmby pushtetin Kurtit. Ja grabitën që se dëm pak ma direkt. Po pas është grabitje në momentin që ti nuk mund është me mposh me votën publik, atër i mendon këto vjen atë ligje se që i lejon. Mirë, po legitimitetin, të cilin ja ka japë shtetari s'ka ligje që ja jep zotit Haradina, jas zotit Krasniqi, jas zotit Abdullah. Pra, është njeriu me i votuar në historinë e zgjedhjeve të Republikës Kosovës edhe pikë që të përfundoni aty, për ty përfundon qëtu. Për ty përfundon qëtu për kishë nga sepse Albin Kurti, ktheju me opa, të cilat në të kaluarën ka ndodhur me bashkëpunim me listën srpska. Ka mundësi me jap replikën. Qeveritë të caktuara që kanë prit për me i votu ato qeveri. Ka mundësi me jap qendrimin se ti e the. Është legitimitet i qytetarëve të Republikës. Ti e the mendimin tonë, dhe unë e mora kohën. Do të thash më qartë. Jo, e kuptova shumë mirë, nuk keni nevojë me. Po replikën më qenë se e përmendëm. Jo, mirë po. Aja tha mendimin të ashtë, unë përdu me jepë përgjigjen time që s'pajtoj me mendimin e tinaj. Dhe s'do me thonë që mendimi ti është i keq ose jemi. Unë përdu me jepë mendimin e këtu i ka ftuar për qëndrimet të ndryshme. është ndryshme. Për shkak se Albin Kurti në 2014 e thot gara zgjedhore nuk është gara automobilistike, që i pari që del gara automobilistike me gjithçka. Lutna, Gjevdet, apo e përmenë si pretekst 2014, sa ka qenë dalimi mes pari dhe dytin të 2014? Deta përmëndoj që mbasëm, jo se mbasëm Pozhari, mbasë edhe mund vje edhe të kjo. Që po i kërkom, dakor. Nëse një vot e ke marrë më shumë se sa, ti e i pari edhe e ki legitimitetin, edhe e ki autoritetin për me u mundu me kriju institucionet. Nuk e kryan. Albin Kurti thot, gara zgjedhore është kush e kryon shumë. Ka qenë dallimi. Njëjtën gjë, thotë edhe presidenti atanishme, në atë ku ka qenë. So ka qenë dallimi, po thotë Gjevdeti. Atëherë. Jo, përqindje. Ka rëndësi. A ka qenë rëndësi. Veç po e shtojnë për atë që tha Gjevdeti pse. Është mbledh bashkë LDK, ja, është mbledh bashkë AOK, ja, është mbledh bashkë Nisma, edhe vetë vendosja për ja pa mundsu PDK-s që ka qenë para. Nuk e mojnë sa përqind ka qenë, as nuk e duhet me mojt. Logjika është kjo. Edhe filozofia është tre pyetje ndryshe. Ka qenë dallimi 200.000 vota me i pari me dytën. A ka qenë vota me i pari me dytën, a ka qenë dallimi 200.000 vota. O Gjevdet, ABC-ja demokracisë parlamentare. ABC-ja demokracisë parlamentare. Me bind qytetarët për me ai që ka gjatë të di vota në kuvend, ka drejt me kriju qeverin. Shumë bukur, po pse dilni në zgjedhje? Për me bind qytetarët me marrë legitimitetin. Po qysh mund është me ja kontestu njeriu i cili është me i votu në histori? Qysh mund është dikush që nëse s'do të kishte koalicioni s'do ta kalon të as progun? Pse atëherë vish për më shku me bë blokada? Po le t'ja votojnë kërë parlamentarin. A pas kanë, apo dojnë me testua e bënë qeverin ajo? Jo marrë nëse kjo numër të votojnë kërëtare për vendit. Po jo mërë të postoni le të bënë qeverin, po s'ku shtë të me lu qeveria për qeverin, po jo për kërëtare në kuvendit. Qysh mundet mu votu qeveria, qysh mundet mu votu qeveria para konstituimit kuvendit? Apo du me ligjë? Ki numërat edhe me votu kërëtare në kuvendit, edhe kryeministrin në me studje, po si ki numërat as për këto, e as për këto. Se se vënojnë test o... Jo bre, nuk ka nevoj mu vendos test. Jo mërë, po e dinë që i ka numrat. Qëllimin e ka që ato me vënë test, alë me votu Albulin Haxhiun. Qështë është problemi? Parlamentare e thot këto, që ti dush me pas shumicë parlamentare për me mbri me i kriju institucionet. Nuk e ki shumicën parlamentare, kërkon bashkëqeverisje me dikon. Nuk të vjen kërkush, s'ki shumicë, nuk mundesh, ec, nëse ti ki vota për... Ec, ku ec? Qa ec? Ec, e kryo tjetëri? Rani tjetërës më? Duhet kuvendi të konstituohet. Pse kuvendi ma ti blokume.
Jo, bare, po le ta votojnë. Sigurtit, pikujt tjetër. Hajde ke keni argumentin, pra le t'ja votojnë. Le t'ja votojnë. Jo, ma e, t'ja Po dhe, votojnë. apo thu që ma se Vjerendi si pas... Ka një apë alternativ? A i Vjerendi kytit atëre. Ta t'ishin sigur që bojnë Severin, po 2 herë s'kishin prit, zotit Dëmhasajt për me marrë këtë me rëmbykët. Kalova atje, jo, nuk kalova atje, unë nuk 2 herë thash, s'kishin jo, prit. nuk thash, Po e din sigur që kjo e bën Severin. Gjevdet, nëse dojmë veç me bëshurë, më rregull jemi, po nëse dojmë me debatu me argumente, që ndaj për... Po morë argument është, ta votojnë, parlamentarin jetë rrje dhe fati kushtetus. Partit që dje ishin opozit, që kanë shumicë parlamentare. Se po ta kishin, unë kam edhe këtë bindje, po ta kishin partit që dje ishin opozit, pra PDK, LDK, AK, bashkë nështë edhe me nismen, sepse kam betë Asanaj, ata normalisht e këshin votu edhe Albolenën për me jesë të qeveria. Po nuk ka numra, as i progrere. S'ka numra. Nuk e kanë. E kush qenë ka blokusi, shkaku që këta si ka numrat e blokojnë në konsiderimin e të vendit. Flasim për kuventin. Sikur ti shkon PDK-ja. Qëllimin e kanë me marrë pushtetin. Sikur ti shkon PDK-ja apo ose LDK-ja ose AK-ja, ndryshe kështë e bo analizën, jam shumë i sigurt. Pra, në rasit ti ke dole pora. Kjo është presupozim, kjo është hipotetike. Mund është me ditë që kështë bë analizë. Analizën të rëthanave faktike. Rreth 400.000 vota, njeriu më i votuar në historinë legitimitet plot. Përqau se jo kjo dikuj. Qysh motet legitimiteti? Qysh motet? Votat si legitimiteti. Edhe zoti Përshari, se mund ta vazhdoni, jo, mund ta vazhdoni kështu me qëndrimet e ndryshme se dakord, po mos mbetëm borxh. Po dhe ashtu i metë edhe ky borxh edhe ti borxh në diskutim e sipër, përse kam gjithmonë e mund që jap juve. Se që të tjerët kanë diçka borxh për thënë këto.